Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar sërish lidhur me vendimin e mazhorancës socialiste për të mos pranuar ngritjen e 2 komisioneve hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita. Në një postim në rrjetet sociale, Bardhi thekson se refuzimi për komisionet hetimore për farsën zgjedhore të 11 majit dhe aferën personale me Mek Gonigal është një akt antikushtetues që azgjëson një nga funksionet kryesore të kuvendit, atë të kontrollit parlamentar. Sipas Bardhit, përmes këtij akti, Rama nuk azgjëson vetëm të drejtat kushtetuese të opozitës, por vetë parlamentarizmin. Kreu i grupit demokrat thekson se komisionet hetimore parlamentare janë instrument i transparencës, jo i bllokimit politik, teksa shton se Partia Demokratike kërkon standardet e Bashkimit Evropian ku aspirohet të shkojmë, por po i jepet vendit vetëm imazh evropian, ndërsa standardet janë afrikane. Parlamenti nuk duhet të jetë vendi i propagandës së qeverisë, por vendi ku opozita kontrollon, kërkon llogari, nxjerr përgjegjësi. Opozita nuk do të bëhet kurrë një bande që pasi azgjësuan zgjedhjet e barabarta dhe të lira, duan të azgjësojnë edhe parlamentin, mbyll reagimin e tij Gazmend Bardhi.